Përshëndetje të nderuar miq, kudo që ndodheni. Uroj të jeni zgjuar mirë e të keni mirë familjarët tuaj. Sot në ditën e parë të muajit qershor, ju uroj një muaj të mbarë të suksesshëm. Gjithashtu ky emision i kushtohet fëmijëve tanë pikërisht sot në ditën e festës së tyre. Ndaj me mua në studio janë stafi i radios Sibilat e Veriut. Në studio në Lezhë kemi bashkëpunëtorën tonë zonjën Prenda Sejdia dhe zonjushën Besarta Shkoza. Mirë se vini në një emision mjaft të veçantë, zonja Prenda. Përshëndetje zot Egzim, përshëndetje të gjithë dëgjuesve dhe dashamirësve kudo që i kemi, edhe të anët, por edhe të Radio Sibilave të Veriut. Është vërtet kënaqësi që stafi sot i mbledhur për të festuar bashkë me fëmijët e kombit. Është kënaqësi të ftoj nga studio në Belgjik udhëheqësin e programit në krahët e Shqipës për të bashkuar sot festës fëmijëve, përderisa ajo ka qenë edhe edukatore në kopës disa vite, pra i lartë profesionit kësaj si koreografe, zonja Almari Krasniqi, Gjoqa, zonja Almari, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuarit të zotit të Gëzim Ajgera, dhe ju personalisht Prenda Sejdia edhe vogëlushes apo zonjushes Besarta Shkoza. Të nderuar dëgjues, miq dhe bashkëdhetar, kudo që ndodheni, ju përshëndes nga Radio Sibilat e Veriut. Në këtë emision do të kemi rastin të urojmë të gjithë fëmijët e Shqipërisë, të gjithë fëmijët shqiptar kudo që ndodhen në të gjitha vendet e Europës, në kontinentet e tjera të botës. Gëzuar festën tuaj të bukur, një qershori, të jenë në fëmijë të lumtur dhe të kenë një të ardhme të premtuar. Faleminderit zonja Almari, gjithashtu përshëndesim dhe i urojmë mirëseardhjen udhëheqëses së programit Cicerimat e Zogjve të Adheut, zonjën Besarta Shkoza. Besarta, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues. Dhe mirë të gjeni emisionin tonë të sotëm. Ka munguar në emisione për arsye që jam në klasën e 9 dhe duhet të përgatitem për provime. Sot në këtë ditë kaq të veçantë festojmë një qershor, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Është një ditë të udhëzim, ngjyra dhe buzëqeshje. Një ditë ku ndërojmë pastërtinë, pafajësinë dhe ëndrat e vogla të fëmijëve. Ata janë festari më i çmuar i shoqërisë tonë, dhe armja jonë. Jemi këtu së bashku për të ndarë mendime, për të festuar dhe për të presim me pa durim një program plot surpriza. Ne ta bëjmë këtë një qershor një ditë e paharrueshme për të gjithë fëmijët sot që janë. Besi mirë se vjen në emision dhe të falenderoj për pjesëmarrjen tuaj sot. Mirë se vjen. Mirë se u gjej. Gëzohem që ju shohim përsëri. Atëherë, si fillim, po e nisim me një këngë të kënduar nga vogëlushet Liza Bakiu dhe Kenza Plakaj e Rroka Mandoline. Ju përshëndesim. Rroka Mandoline, duna në çardar, o moj që vogël, ti e monorat. Rroka Mandoline, duna në çardar, o moj që vogël, ti e monorat. Vaj, 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 ishën me kajrat, o moj që vogël, ti e monorat. Vaj, 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 ishën me kajrat, o moj që vogël, ti e monorat.
Ishan me kajna, o moj suqe vogël, ti jam do marar. Bye, 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 ishan me kajna, o moj suqe vogël, ti jam do marar. Bye, 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 ishan me kajna, o moj suqe vogël, ti jam do marar. Faleminderit për këngën e bukur që na sollët Zonja Brenda dhe Besi. Ju faleminderit shumë për mundësitë që po krijoni fëmijëve që na ndjekin ndoshta edhe në këtë emision. Sado që është një ditë e tyre sot. Do t'i them se së pari për teknikën, për gjithçka që bën për Radio Sibila të Veriut. Faleminderit shumë, shpresoj të jeni mirë. Ne thënë që ju keni shkruar dhjetra ndoshta mbi 100 libra për fëmijë. E di se gjithçka që ju mbani brenda guvave të shpirtit i keni vargëzuar apo shkruar ndër faqet librave. Por çfarë do të na thuash sot pikërisht online për fëmijët? Fillimisht dua të përkujtoj dëgjuesit tanë se emisionet tona transmetohen në faqen e Radios Sibilat e Veriut, transmetohen në metaforën që editojmë neve, pra në faqen e metaforës, editohen dhe në faqen time personale, pra Gëzima Igeraj, editohen tek Pena e Artë dhe tek ju Zonja Brenda, pra janë diku 5-6 faqe që transmetojnë dhe ky emision do të jetë edhe në YouTube pak më vonë. Pra dëgjuesit tanë kanë shumë mundësi të na ndjekin në emision. Dhe këtë dua të ndaj me ju si njoftim që ju të na ndiqni vazhdimisht për emisionet tona. Shpresoj që edhe skenat tona të duken bukur dhe sigurisht se këto ngarkesa nganjëherë reflektojnë edhe në qëndrimet tona këtu, sepse duhet të merrem edhe me teknikën së bashku me zonin Brenda Saidia Andej dhe dëshirojmë që ky emision të ketë një rrjedhë të mbarë dhe të mirë. Unë edhe njerë do të falenderoj zonin Almari Krasniqi Gjoqaj, Besarta Shkozën dhe zonin Brenda Saidia që me neve janë këtu në panel për të ndarë këtë ditë të bukur për fëmijët tanë. Fëmijët janë filizat e mëndhevët, janë ëmbëlsia në shtëpi e shoqëri. Janë frymarrja jonë, sepse ata janë pikërisht shpresa dhe bekimi ynë. Se nesër do të jenë liderët e atë dheut pa diskutim, pasardhësit tanë. Pikërisht sot në ditën botërore të fëmijëve, prandaj jemi sot këtu për të festuar së bashku me ta. Dita botërore e fëmijëve është një festë e njëkohësisht një ditë ndërgjegjësimi kushtuar të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve të mbarë botës, e ne këtu jemi për fëmijët tanë kudo që i kemi. Megjithëse objektivi është i njëjtë, ajo festohet në data të ndryshme në varësi të vendit, por ne kemi një qershorin dhe na afron shumë duke e mbledhur e kujtuar vitet tona të fëmijërisë dhe u asjellim fëmijëve të sotëm eksperiencat, ose më saktë, kohrat tona, mundësitë e lojrat. Shkollimin e mirëqenien tonë të ershme dhe secili do t'jap diçka nga vetja. Unë kaq për fillim kisha zonja Brenda, fjalën do kaloj juve andej në studion e Lezhë, të na thoni edhe ju diçka rreth kësaj date dhe kësaj dite. Pra, kur festohet dita botërore e fëmijëve, në Shqipëri, Kosovë dhe shumë vende të tjera, veçanërisht ajo që i përkasin ish bllokut qendror, dita botërore e fëmijëve festohet me 1 qershor. Por në fakt kjo festohet në mbar globin pikërisht sot. Kjo datë korrigjim nga konferenca botërore për mirëqenien e fëmijëve, e mbajtur në Gjenevë në vitin 1925, e kështu pra ne jemi në 100 vjetorin e kësaj konference, cila flet për të drejtat e fëmijëve në mbar globin. Më vonë në vitin 1949, Federata Ndërkombëtare Demokratike e Grave në Moskë shpalli 1 qershorin si ditën ndërkombëtare për mbrojtjen e fëmijëve dhe që nga viti 1950,
Ajo festohet gjërësisht në nivel ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara e shënojnë ditën universale të fëmijëve me 20 nëntor. Kjo datë është zgjedhur për të përkujtuar miratimin e deklaratës së të drejtave të fëmijëve në vitin 1959 dhe konferencës së drejtave të fëmijëve në 1989 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. UNICEF është një organizatë që luan një rol kyç në promovimin e kësaj dite për të rritur ndërgjegjësimin globalisht dhe për të përshpejtuar progresin drejt realizimit për të drejtat e fëmijëve, pra për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Zoti Gzem, pse festohet Dita Botërore e Fëmijëve? Po, sigurisht se do t'i themi disa fjalë për të treguar edhe arsyet pse festohet kjo ditë, pra ashtu siç festohen edhe shumë festa tjera në ditë të caktuara, pra edhe fëmijët e kanë ditën e vetë. Dita Botërore e Fëmijëve është një mundësi për të promovuar të drejtat e fëmijëve. Ajo shërben si një kujtesë e rëndësishme se fëmijët kanë të drejtat themelore duke përfshirë të drejtën për jetë, shëndet, arsim, lojë, familje, mbrojtje nga dhuna dhe shfrytëzimi, dhe të drejtat për të pasur zërin e tyre. Për të ndërgjegjësuar shoqërinë, kjo ditë rrit ndërgjegjësimin e publikut dhe qeverive për sfidat me të cilat përballen fëmijët si dhuna, abuzimi, diskriminimi dhe mungesa e aksesit në shërbimet bazë. Festuar fëmijët pra, përveç aspekteve ndërgjegjësuese, Dita e Fëmijëve është edhe një ditë festive ku organizohen aktivitete të ndryshme për të gëzuar fëmijët dhe për të theksuar rëndësinë e tyre si e ardhmja e shoqërisë. Në Shqipëri, një qershorit festohet në aktivitetet të larmishme në shkolla, kopshte dhe ambiente publike, duke sjellë buzëqeshje dhe gëzim për fëmijët, por edhe duke kujtuar nevojën për të punuar vazhdimisht dhe për të mbrojtur përmbushur të drejtat e tyre. Pra, thash në Shqipëri, unë e them një Shqipëri, pra, për gjithë shqiptarët ku jemi. Zonja Prenda, faleminderit për kohën, unë kaq kisha, nëse ju do të keni të na shtoni diçka, sigurisht se fjala është për juve. Faleminderit, në qenë se të sartën e kemi përshkuar dikun, unë do t'i drejtoj veçse një pyetje. Pra, po e gjenë që jashtë radhës. Nuk prish punë, sigurisht se është koha caktuar, ndoshta dhe do ta shpërndajmë. Po, është për rrugë, prandaj vetë se ka dashur të jetë pjesë e programit. Faleminderit. Nderuar të gjithë bashkëmoshatarët e vetë, fëmijët anë e Manë Globit, edhe si udhëheqësi e programit për fëmijë. Por tani disa gjëra nuk janë gjithmonë dorën tonë, por unë do i them besartës. Besi, si është festuar një qershori gjatë këtyre viteve që ti ke qenë edhe në kopsht kur ishte shumë e vogël, por edhe tashme që je nxënëse, pra gjithë këto vite, si është festuar një qershori në shkollë, por edhe prindrit, familja, pra sa përfshihet në këtë gazmet? Po, një qershori në shkolla, në shkollën ku më bëj pjesë, organizohet shitja nga fëmijët në bashkëpunim me mësuesit kujdestare, duke recituar poezi, duke kënduar, duke dhënë një shfaqje sa të vogël nga fëmijët. Ka pasur edhe mbështetje nga prindrit, sigurisht, me përshëndetjet, me mbështetje me buxhetin, duke investuar që të jetë një festë madhështore. Edhe gjithë ka pasur bashkëpunim shumë të mirë dhe bashkëpunim tepër të mëdhenj dhe prindrit. Dhe ka qenë një festë e paharrueshme. Është bërë një festë e paharrueshme kur është bërë një festë një qershorit në shkolla dhe në kopsht sigurisht. A ka ndodhur ndonjëherë që ju të bëni shëtitje jashtë shkollës, pikërisht në datën një qershor? Patjetër, ka pas shëtitje dhe disa ose çaj ka lënë mbresë ajo. Ka pas disa shëtitje që janë bërë në parkun e qytetit ose në një vend afër shkollës, në një lokal ku organizohet një mbrëmje, por më shumë këto pishniqe që në mbajnë mend duke lozur fëmijët, duke bërë një shfaqje në natyrë ose diçka datë. Si për fëmijët edhe për të rriturit dhe për prindrit dhe mësuesit.
prindrit edhe një herë, sa janë përfshi prindrit pikërisht në këtë ditë, për të bërë diçka ndryshe pra. Ndryshe nga ditët e tjera. A kanë marrë ndonjëherë ndonjë nisëm qoftë me ju shëtit dikon, me ju ble diçka të re? Patjetër. Ka pas shumë nga këto nismje që të lejmë diçka të re, ta nxjerrim në shëtitje, dalim me familjen, edhe duke bërë sa me të lumtur të bëjmë një ditë sa me të veçantë për fëmijët e tyre këtë ditë. Pra, ju jeni përfshirë në këtë Patjetër, sigurisht. në këtë lloj ndresash. Patjetër. A mund të na lexosh një nga poezitë që mund të kesh përcjell? Tjetër me kënaqësi. Një qiptorit. Në detin e ëndrave të mia, zhytë me netoj, baltosën brenda tyre. Në simfoni të shpresës e mbijetesës, gjithçka duket si para syve. Diellin lorborin që shkëlqen në maja, fjala e shkrirë dhe deti ngrirë, a mund të shkrijmë verën që kemi përpara? Në mund të vrasim këtë rrësirë. Fletoria vjetër mbushur me vargje, më pëlqente të shkruaja të thoja poezi. Që bojt e vujtur plot epidemi, thjesht i zënë, robi mbyllur në shtëpi. Në pragun tënd, me brenda shpirtit, se që ndanë për gjysëm rrezët e diellit, dhe i përkthejnda paksa me çudi, pak mbajta për vetet, tjerat ti solla ty. Ku hajditur kish vizituar për mua, një flutur mbi kokë e holli e u largua. Kohën se le do të me i pa kuptuar. Da i filloj të gdhem vargje duke shkruar. Kjo është tek libri i saj, në krahët e vargut. Ishte poezia? Edhe kjo në që shoh. Miq të nderuar, pra më falni zonë e prandë do ndërhyj këtu me Besarta Shkozën e kemi edhe poete, pra ajo tani më ka edituar 4 libra dhe sigurisht se ajo e meriton pra që kjo pikërisht në këtë ditë i bëhet edhe një promovim i vockël përmes këtij editimi të librave të saj. Dhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi edhe bashkëpunëtore Hermaserë në Radio Sibila të Veriut me emisionet e saja për fëmijë. Dhe është një mundësi e mirë që neve edhe Besin ta prezantojmë pra këtu me 4 librat e saj. Pra ajo ka shkruar 4 libra dhe unë kam pas nderin të jem redaktori i 4 librave të saj. Zonja Prandë Saidia ka qenë gjithmonë recenzente e saj. Dhe Besin e kemi ndjekur që nga fillimet e saj e deri në ditët e sotme. Besit i urojmë suksese, i urojmë të gjithë fëmijëve të botës suksese, pra sukseset e Besit i urojmë të gjithë fëmijëve të tjerë të botës. Pra. Besi urime edhe një herë suksese, paqe të mira e shumë suksese. Paqe edhe në shkolla ku do të vazhdoni ju. Deri, do të përshëndet stafin, të uroj suksese dhe orë të bukura në vazhdim dhe gëzuar një qëshorë gjithë fëmijëve anë mban botës kudo që ndodhen. Gëzuar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Hajde pra, ta kalojmë sa më bukur. Besi faleminderit për kohën në rrugën mbar. Hajde rrugë të mbar, shikemi. Zonja Prandë zëni mesin e kohës, mesin e studios që të kemi imazhin e plot. Sigurisht pak më mbrapa në shkoni kohë. Zonja Alma? Zonja Alma? Kërkojmë edhe njëherë në pjesë, sepse ne u detyruam të japim fjalën më përpara pjesëtarës, por kishte një arsye objektive cila do ikte me familje në një shëtitje dhe ishin nisur ata. Ju keni qenë disa vite edukatore në Kopësht. Si festohet një qeshori në Bruksel dhe a ndjehet atmosferë e festës? Megjithëse ata janë të vjetër, por a ndjehet kjo atmosferë? Të them të drejtën që ashtu si kur e përmenda që të gjithë të fëmijët shqiptarë janë pjesë e kësaj feste të bukur, bashkë me fëmijët e gjithë botës, edhe kudo që ndodhen kanë organizime të bukura nga shoqatat që janë këtu në Bruksel. Pra është një grup i shqiptarëve që gjithmonë i japin koncerte pranë shqiptarëve dhe për të gjithë vendasit që ndodhen këtu në Belgjik. Prandaj dhe kjo është e pashmangshme
kanë festën e tyre, janë prindrit të angazhuar dhe koreograf, organizatorë që japin të programet e bukura. Pra që të ndihet festa edhe për fëmijët e shqiptarëve. Sot 1 qershori është dita ndërkombëtare ku fëmijët gëzojnë në të gjithë botën. Pjesë e kësaj feste të bukur janë dhe fëmijët shqiptarë që festojnë e gëzojnë në të gjitha trojet etnike shqiptare, edhe në diasporë, në të gjitha vendet e Europës dhe në kontinentet e tjera në botë. Fëmijët shqiptarë këtë ditë e festojnë në kudo, në të gjitha qytetet apo në fshatra ku jetojnë, në kopshte e shkolla, por edhe në familje, qendra ku janë të përgatitura me aktivitetet e larmishme, ku fëmijët janë të qeshur, të gëzuar, të lumtur, për të festuar së bashku me moshatarët e tyre. Të gjitha rrugët dhe çdo pjesë e ambientit në Shqipëri dhe kudo ku jetojnë në fëmijët janë të gjallëruara nga zërat e tyre. Por këtë ditë të bukur festive, disa vite më parë e kam përjetuar me fëmijët e kopshtit në qytetin tim në Korçë me emocione shumë të bukura. Në çdo moment merr një kënaqësi. Do të mbeten gjithmonë kujtime të paharruara. Për festën e 1 qershorit, përgatitjet fillonin 1 muaj përpara. Pra fëmijët ishin të angazhuar dhe me emocione të bukura 1 muaj për atë ditën e tyre të bukur të 1 qershorit. Bëheshin prova çdo ditë në orar të caktuar. Përgatitjet përbëheshin nga një program që kishte përmbajtje festive. Ishte një bashkëpunim mes edukatorëve, prindërve dhe fëmijëve. Programi përbëhej nga këngë, recitime me poezi, me valle, dhe një instrumentistë me fisarmonik shoqëronte këngët e fëmijëve. Çdo moment ka qenë i bukur. Si koreografe duhet të krijoja një valle ku t'ju përshtatej fëmijëve. Ti shifje, ata ishin të vegjël, të ëmbël, të bukur, të qeshur, sytë e tyre që ju shkëlqenin shprehnin dashuri, shpresë, engjë të papajshëm në botë. Kam patur fat që kam punuar me fëmijë të vegjël të kopshteve, të gjithë përçonin momente festive. Të gjithë fëmijët ishin të veshur me rroba të bukura, me kostume festive që i përshtatej rolit që do të bënin. Vallja kishte brenda saj një fabull për fëmijët, Bleta edhe Lulet. Ku fëmijët ishin të veshur secili prezantonte një lule dhe ishte Bleta me krahët e saj që fluturonte, shkonte në çdo lule dhe merrte nektarin. Kur Bleta ishte i gëzuar, i falenderonte lulet. Komunikimi mes Bletës dhe luleve bëhej duke kënduar. Fëmijët që ishin në lulet i premtonin Bletës se gjithmonë do t'i jepnin nektarin e tyre, sepse mjalti ishte shumë i mirë dhe i shëndetshëm për fëmijët. Kështu u lit miqësia e luleve me Bletën. Lulet riteshin, kishin secila ngjyrën e saj dhe Bleta këndonte e lumtur sa herë që ishte mes luleve. Me lëvizje të lehta krijonin forma dhe figura të bukura. Pra, kjo ishte një kënaqësi kur t'i shikoje fëmijët me ngjyra të larmishme, por programi vazhdonte dhe me poezi, me përralla për fëmijë, të cilët ishin të veshur edhe me kostume që imitonin kafshët e fyllit. Dhe në fund, shoqëroheshin me duar trokitjet nga të ftuarit, që nuk mungonin. Urimet për fëmijët ishin pareshtur, një ambient fantastik edhe nga të ftuarit. Në mbyllje të programit ndaheshin dhurata dhe të shoqëruara me përshtypjet më të mira nga prindrit edukatorë. Është ndjesi shumë e bukur të jesh në praninë e fëmijës. Nëse doni të vazhdoj, Faleminderit. apo më vonë. Do e kesh sërish fjalën.
Pastaj, Faleminderit. faleminderit ty. Si festojmë një qeshorin? Ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, një qeshori është një rast i mrekullueshëm për të festuar gëzimin, pafajësinë, por edhe të drejtat e fëmijëve. Kjo ditë na kujton rëndësinë e të ofruarit një fëmijërie të shëndetshme, të sigurt dhe të lumtur për çdo fëmijë. Ja disa ide se si mund të festoni këtë ditë të veçantë në aktivitete familjare, piknik ose shëtitje në natyrë. Organizoni një piknik në park ose në një zonë të gjetër, dhe rini fëmijët të vrapojnë e të luajnë lirshëm, të bëni edhe një shëtitje në natyrë duke eksploruar bimët dhe kafshët. Ditë lojrash në shtëpi, krijoni një ditë lojrash ku fëmijët të zgjedhin lojra që duan të luajnë. Mund të jenë lojra tavoline, lojra me letra, apo edhe lojra në fizik si fshihet gjej, pra lojra që ne kemi luajtur gjithmonë. Kinema në shtëpi, bëni gati kokoshka dhe pije, shikoni filmin vizatimor preferuar fëmijëve ose një film familjar. Gatuani së bashku, lërini fëmijët t'ju ndihmojnë në kuzhinë për të përgatitur ushqimin e tyre të preferuar si pica, biskota ose ëmbëlsira. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të përfshirë dhe për të mësuar atyre aftësi të reja. Sesioni artistik. Pizatoni, pikturoni, ose bëni punime dorës bashku, mund të përdorni plastelin, ngjyra uji, apo dhe materiale të riciklueshme për të krijuar vepra arti. Zoti Gzim, si zhvillohen aktivitetet komunitare ose sociale në vendin ku ju jetoni? Faleminderit për mundësinë dhe fjalën. Unë pra do të flas pak se si festohet dita ndërkombëtare pra e fëmijëve në Zvicër, dhe sigurisht se këto përvoja vijnë nga një vend ku ka lind ideja e ditës së fëmijëve. Dita ndërkombëtare e fëmijëve. Një qershori është një fest me rëndësi të veçantë globalisht dhe historia e saj ka lidhje të forta me Zvicrën. Konferenca botërore për mirëqenien e fëmijëve, e cila shpalli një qershorin si ditë ndërkombëtare të fëmijëve, u mbajt në Gjenevë të Zvicrës në vitin 1925. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por është edhe një thirrje për ndërgjegjësim rreth të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve. Megjithatë, mënyra se si festohet një qershori në Zvicër mund të ndryshojë nga ajo në Shqipëri apo në vende tjera me traditë më të fortë të festimit publik të kësaj dite. Në Zvicër, theksi shpesh vihet tek aktivitetet familjare dhe ngjarjet lokale, pa qenë domosdoshmërisht një ditë pushimi zyrtar apo me festime të mëdha kombëtare. Ja disa mënyra se si festohet ose mund të festohet një qershori në Zvicër. Aktivitetet familjare dhe komunare. Piknik dhe shëtitje në natyrë, pra që këtu është një traditë shumë e lartë pra me rreth piknikut. Me natyrën e mrekullueshme të Zvicrës, shumë familje zgjedhin të kalojnë ditën jashtë. Parqet, liçenet dhe zonat malore ofrojnë mundësi të shumta për piknik, shëtitje, lojra dhe në ajër të pastër, si dhe me sporte të ndryshme. Kënde lojrash dhe parqe argëtimi. Këndet e lojrave janë gjithmonë të mbushura me fëmijë dhe një qershori mund të jetë një ditë ideale për të vizituar. Po ashtu parqet argëtuese, nëse ka afër, ofrojnë mundësi për argëtim shtesë. Vizitat në muzeume apo kopshte zoologjike. Shumë muzeume në Zvicër kanë programe dhe ekspozita të dedikuar për fëmijët. Kopshtet zoologjike dhe akuariumet janë gjithashtu vende të reqëse për të kaluar ditën. Aktivitetet sportive. Federatat sportive ose klubet lokale mund të organizojnë ngjarje sportive për fëmijët si dhe lojra, gara ose ditë të hapura për të provuar sporte të ndryshme, punëtori krijuese dhe shfaqje. Qendrat kulturore lokale, bibliotekat ose shkollat mund të organizojnë punëtori arti muzikore ose shfaqje teatrale për fëmijët. Ditë e dedikuar fëmijëve në shtëpi. Shumë prindër e shfrytëzojnë këtë ditë për të bërë aktivitete speciale me fëmijët e tyre në shtëpi,
si gatim së bashku, lojra në tavolinë, ose një kinema në shtëpi, pra role i organizatave. UNICEF në Zvicër dhe Liechtenstein, si një organizat kryesore për të drejtat e fëmijëve, pra UNICEF për Zvicër dhe Liechtenstein punon për përmirësuar situatën e fëmijëve globalisht dhe lokalisht. Ndonse mund të ketë ngjarje masive në 1 qershor, ata vazhdojnë të avokojnë për të drejtat e fëmijëve dhe të ndërgjegjësojnë publikun. Bashkitë dhe shoqatat lokale. Disa bashki ose shoqata lokale mund të organizojnë ngjarje të vogla për fëmijët në komunitet, por këto janë më tepër iniciativa lokale se sa një festë e koordinuar në nivel kombëtar. Pika kryesore. Dita ndërkombëtare e fëmijëve në Zvicër shërben më shumë si një kujtesë për rëndësinë e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, duke theksuar më shumë aktivitete në familje dhe ngjarje lokale se sa një festë e madhe publike. Kjo ditë është një mundësi e shkëlqyer për prindit në Zvicër për të fokusuar tek fëmijët e tyre dhe për të ofruar atyre një ditë plot gëzim dhe kujtime të bukura. Pra miq të dashur, unë solla pra një përvojë nga vendi ku ka lindi ideja e 1 qershor, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, për t'i transmetuar këto ide edhe tek ne pra në tokat shqiptare si në Kosovë dhe Shqipëri dhe gjithandej ku ka shqiptar, që nga këto përvoja edhe ne të nisemi t'i marrim ato dhe t'i aplikojmë ato edhe ne në familjet dhe me fëmijët tanë. Faleminderit zonja Prenda për mundësinë, fjalën unë a kaloj juve. Faleminderit ju. Unë kam një pyetje dhe shërben për të dy ju. Pra edhe për ju, zoti Gzim, por edhe për zonin Almari, me qenë se jeni gjysh dhe gjyshe. Si keni arritur ju gjatë këtyre viteve që lumturoni një për e besa? Vazhdoj me ju, zoti Gzim. Po, faleminderit, unë tani më kam 3 mbesa dhe një nip, dhe mbesa e madhe tani shkon për të 11. Ajo është rritur, thuajse me ne, dhe e kemi pasur pranë gjithmonë, por edhe të tjerë, pa i dalluar ata. Ka qenë një kënaqësi. Në Zvicër kemi pas mundësi pak më të mëdha se sa në vende tjera që mund të imagjinojmë. Por gjithmonë ka qenë një ndjenjë sepse ata na kanë frymëzuar neve. Pikërisht mua më kanë frymëzuar sepse kam shkruar edhe shumë libra. Pra, pikërisht për mbesën time unë kam edhe personazh që në muajin e 6 të lindjes së saj, gjestet e saj i kam arkivuar në një libër. Pra mbesa ime Elona, pra kukulla Elona. Dhe nga muaji 6 e këtej, pra unë kam ndjekur rritjen e saj në vazhdimsi, duke sjellur vjersha të ndryshme, tregime, pjesësa të ndryshme dhe gjitha veprimet e saj, pra rrita e saj është pasqyruar brenda edhe një pjesë të krijtarisë. Pra i kam ndarë edhe një pjesë të asaj dhe kësaj edhe të tjerëve. Ka qenë një frymëzim për mua dhe fëmijët gjithmonë janë frymëzim, edhe për gjyshit e gjyshet dhe edhe për prindërit sigurisht. Por ne kemi pas një ndjenjë më të lehtë se prindërit kanë përgjegjësinë më të madhe pra. Megjithatë, jemi përpjekur që t'i bëjmë të lumtur në çdo kohë, pra të mos u aprishim atyre, të krijojmë mundësi, hapësira për t'i argëtuar, për t'u kujdesur për ta, por edhe për t'i edukuar pas të madhe, që edhe ata të kanë një edukat nga trashëgimia jonë pjesërisht dhe nga shkollat që sigurisht e marrin. Dhe kjo ka qenë një ndjenjë mrekullueshme për ne, sepse për mua gjithmonë kanë qenë frymëzime, aq më tepër unë si poet e shkrimtar, pra duke i pasur pranë fëmijët, kam mund që shpesh të futem në botën e tyre, të jem me ta dhe ta kem edhe më të lehtë që në krijtarinë time të pasqyroj gjitha të ndjenjat e tyre dhe botën e tyre të vogël, duke u rikthyer në kujtesën e fëmijërisë sime, të shokëve të mi që jemi rritur megjithëse në një ambient tjetër, por në përshtatshmëri me kohën jemi përpjekur që ato t'i sjellim. Faleminderit zonja Prenda. Faleminderit ju. Zonja Almari, jeni vërtet një gjyshe përkushtuar, keni këmbë ngulur që emrat e nipërve tuaj të jenë argëror. Na fol
çfarë ke dhënë ti nga vetja që unë e di për veten time, që ke qenë shumë e përkushtuar, por kjo shërben për dëgjuesit tanë. Po, faleminderit. Unë ashtu sikur dhe ju e dini, nuk jetoj në Shqipëri se 30 vjet dhe jetoj këtu në Belgjikë. Dhe jam shumë e lumtur që unë sot jam gjyshe me 2 nipa. I madhi quhet Ilir, që është 3 vjet, edhe Albani, që është 1 vit. Pra, unë për mua janë një frymëzim, janë jeta ime dhe gjithmonë jam e përkushtuar që unë t'ju jap si edukim atë sikureta edhe i nderuari Bizima i Geraj, trashëgiminë tonë që kemi si shqiptar. Embrat i kam vënë të bukur dhe më ka pëlqyer embrat shqiptar sepse në këto toka do thirret embri Ilir, Alban. Dhe kjo është një kënaqësi. Unë jam shumë e përkushtuar dhe i vetë detyrë vetes që edhe pse jemi jashtë, unë dua që jashtë vendit tonë, unë dua që niprit e mi të edukohen me frymën e kombit shqiptar, ata të dinë se nga është origjina e prindërve të tyre. Në fakt, mundohem që ta frymëzoj me muzikat shqiptare, sidomos ato popullore. Iliri ka filluar të kërcej, Iliri flet gjuhën shqipe, gjëja që është më kryesore që 2 niprit e mi të flasin gjuhën shqipe. Dhe kur kanë lindur, ata kanë folur fjalën e parë shqip. Kështu që titri është i vogël akoma, por me të njëjtën edukim unë do t'ju përkushtohem shumë, sepse është gjë e madhe, për çdo gjë që ne i dhurojmë fëmijëve është dhuratë. Dhe kjo është pikësynimi im që Iliri dhe Albani ta ndjen veten shqiptar ashtu sikur fëmijët e mi dhe si gjyshja e tyre që është shqiptare. Niprit e mbesat tuaja të dyve, paqen jetë e shëndet. Faleminderit zënë Brenda. Shumë faleminderit. Dhe qofshi sa më gjatë pranë tyre, jo ndjeni aromën e shijen, rritjen e sukseset e tyre. Shumë faleminderit. Është gjë shumë e madhe se kur je jashtë vend lindje, si jashtë vendit tënd, duhet një edukim shumë i përkryer për të arritur ta mbajnë atë ndjenjë që mos asimilohen kur të vinë në territor. Për nderin tuaj. Zonja Brenda, juve na shtruat pyetje neve, por unë duhet të kthehem edhe unë pak në sekondë. Zoti Gzim, nuk do ta humb që thua. Për nderin e ju të dyve, për kënaqësinë e besave dhe nipërve tuaj, por dhe fëmijëve do përcjell një këngë, Ullet e gjyshit. Me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, në kënaqësi.
Faleminderit zonja Prenda për këngën që na sollët. Unë e kisha një pyetje më herët, por ja vlejti që sollët të këngë sepse më kthyet në kujtesë. Ju një kohë të gjatë keni qenë mësuese dhe sigurisht edhe ju do të ishte shumë e udhës të na i flisni disa fjalë me që ju na pyetët neve dhe zonin Almarik Diçi, por edhe ne do ju pyesim juve se si testohej kur ju ishit në vatrat e shkollës me nxënësit tuaj. Disa përvoja të vogla, sa dëshironi ju. Edhe ju po më ktheni disa vite pasi vërtet ka shumë vite që më larguar nga arsimi. Ashtu si fëmijët, edhe mësuesit me shumë kënaqësi e presin një qeshorin. Sepse ndodh që të bëhesh i vogël në disa raste, edhe ja them. Janë ata zëra fëmijësh që vinë në një qeshor aq të veshur bukur, me ngjyrat e natyrës, të qeshur, të lumtur, sikur gjithë bota është e tyre dhe e tyre është. Na lumturonin edhe ne. U jepnin dhurata të vogla, sa për t'i kënaqur, që për ata dukeshin shumë. Ose organizonim koncert për ta bërë përpara shkollës, ose organizonim një piknik që rrallë kemi bërë në mal, shpesh e kemi bërë edhe në Bregdet ose në Kalani Shkodrës. Pra besoj që ishtë nxënësit e mi, janë edhe sot. Në kujtojnë vitet e tyre, që kanë qenë vërtet të larmishme dhe unë premtoj që në një të ardhme, do bëj një libër, ndoshta edhe me emrat e disave nga ata, pasi jam vend ta bësh, kanë qenë shumë çapkan, kanë qenë shumë të dashur,
jepnin gjithçka nga vetja, mbaj mend do sjell vetëm një rast që ka qenë viti imi në arsim. Atë viti kam çuar në Kalon e Shkodrës, ka qenë një ditë shumë e bukur, pra 1 qershor 2011. Kemi shkuar me autobus, sepse është shumë afër nga rruga e makinës në Shatilar. Kemi dalë atje, pasi një ditë më përpara kishim organizuar koncertin në shkollë, e bëm edhe një herë atje, sepse ishin aq të lumtur dhe kishte gazllyer dita më përpashme. Ka qenë Alida, ka qenë Alfredi, Angelina, Albi, Valentini. Unë i përshëndes shumë fort, ka shumë të tjerë, sepse kanë qenë mbi 25 nxënës. Por unë po përshëndes, po kujtoj ata që arditin që është në Angli sot. Nuk më mbojnë asnjëherë urimet e tyre, qoftë për 8 marsjen apo për ditëlindje, se e vërtet është kënaqësi e veçantë. Kur të urojnë ish në tu, kur të falenderojnë, kur të përshëndesin, qenë ka një ushqim me vete. Edhe unë në këtë ditë i përshëndes ata e fëmijët e tyre se dikush është bërë prind sot. Jo ndoshta nga këta të fundit, por nxënësit më pashëm po them, pasi dua të flas për 16 breza që unë kam kaluar. Paqin shëndet, e paqin lumturi, e gëzofshin me familjet e tyre, gëzofshin sot e gjithmonë gjithë fëmijët e botës. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit edhe juve në përgjigje. Faleminderit vërtet, faleminderit ju. Ne mund të vazhdojmë me emision dhe unë do sjell në fakt jemi ankuar shumë dhe na bie të ankohemi se shkrimtar për fëmijë kemi pak. Pra nuk ka mjaftueshëm për mendimin tonë, jo vetëm timin personal. Por shqyr një poete, një shkrimtare për fëmijë, na e ka ndërguar shkrimet e tyre dhe unë do vazhdoj me Mimoza Hoxha Agastra, e cila ka sjellë një tregim dhe e falenderoj që ka gjetur kohën, pasi ajo dje kishte pushim dhe materialet i ka në kompjuterin e saj të punës, por e ka shkruar një me dorë, pastaj e ka shkruar në kompjuter në shtëpi për të na dërguar ne për këtë emision. Faleminderit Mimoza. Falenderojmë Mozën. Shati Bubullima e Qeshur. Një herë një kohë në një fshat të largët të quajtur Bubullima e Qeshur, e cila shtrihej pranë malit të Jezercit, pra në Tropoj, kalonin pak njerëz të vetmuar që nuk ishin asnjë lidhje familjare me njëri tjetrin, por ishin gjatë bashkë për një moment. Ndoshta e thash Jezerc gabim se mund të ketë edhe diçka tjetër. Jezerc ka në Tropoj, por mund të ketë edhe diçka tjetër. Ka edhe në Kosovë, Jezerc është në komunën e Serizajt. Sigurisht, por ata ishin njerëz që kishin frikën pasi e luftonin atë me art. Ishin artistë të punës. Dikur ai kishte qenë një fshat shumë i gjallëruar, por prej shumë kohësh mbeti braktisur. Thuhej se një tragjedi në një ditë të shënuar për të gjithë fëmijët. Ishte një qershor. Fshati ishte vënë në punë për të bërë balonat shumë gjyshe me Ristela Spango. Gjyshet kishin thurur ca piango shumë gjyshe i kishin lënë në lulet e oborrit, që fëmijët i merrnin gati e tua varnin ishta të të. Fëmijët kishin për rrugicat e shkonin në shtëpi, duke thirrur njëri tjetrin që të bëheshin gati për të filluar garat e balonave. Qielli pas ditëve zakonisht shiu bashkë me bubullimat, zgjaseshin për disa orë më pas dilte dielli, sikur s'kishte ndodhur asgjë. Kur filloi bubullima e parë, por sa të gjithë e shpërndan dhe u futën në për shtëpia nga frika. Jo ngoti balonave, i mori era dhe vërtitet në ajër si për të bërë ritualin e balonave të një qershorit që stuhia e la në mes. Dhe zvonoi. Një më e fortë se e para u ndje në ajër dhe lëshoi një zhurmë dhe më të madhe. Zakonisht pasonte zhurma nga një rrëfe e cila shkarkonte pimajat e pemave të karta, por këtë radhë rambi në shtëpi
ku banonin një çift të moshuar me mbesën e tyre flutura. Fshati u pushtua nga Prishtini. Pas kësaj tragedie, nga u largua të gjithë banorët dhe fshati braktisur nga njerëzit çuditërisht, kur mbeti përtatisur u mbush me flutura shumë ngjyrshe e lule që më parë ishte. Shtati i vetmuar u transformua në një botë magike, e cila dale ka dal u bë vend i tregimit të artistëve të rrugës, të cilët përformon e rrinin në rrugë se ata ishin të vetë që guxonin të thyenin mikës të rrufete e bubullimeve të mërshme, sepse ishin shmumti. Pas e kishte bërë ata guximtare sfidues të vështirësive, duke i sikur fshirë gjallëror. Nga një vend i frikshëm u kthye në një pikë turistike, sepse artistët që i vënë ur aty e kthyen fshatin në një galeri me piktura e fundit artizanale. Hapë dhe me këndshme, vendosen skena me vekla muzikore në natyrë që kushdo që të qërte, mund t'i përdo. Sombra ishte koncerte, muzika, arti e gjithë shka e bukur, si kur e zbuti edhe dhe rrezikun e rrofeve që pas vogelushe edhe bukullit nuk bënin të zhurmën por ha. Përët e rinje morën si shenjë të mirë dhe i pagëzuan fshatin me emrin popullit e qeshur. Me sa të vetë, edhe rrofet, thoshin ata, largohet vendet ku zemrimet, ankesat, rindjet dhe konfliktet nuk janë prezente, por në vendin e tyre ka vend mirësia, paqja, ngjyrat e jetës, zemra ngrohtë dhe bashkëpunimi. Ndërsa një peshor, ndodhi një tjetër çudi. Një fëmijë me emrin Lutra kishte humbur dhe përfundoi në fshatin Bukpullim e Qetë. Sa po ajo hyri në kalldramet e fshatit, u kutua nga bukuria që kishin ngritur artistët kudo dhe ul në të sheshit të kundronte përreth me lotët që ju stopuan nga habia. Nga qatë, erdhi një bubullim dhe zhurmoi kaq shumë sa harroi të qeshte. Të gjithu tremben e vajza vogël nisi të çaj, kaq shumë sa bubullima u ndjek keq në çast ndaloje pa vajzën e ulur në mes të fshatit e filloi të ha. Vajza vogël u kthye në këmbë, ngriti syt nga qielli dhe pa një re si flutur. Po ti e pyeti. Unë jam i me deshur, ju përgjigj ajo. Nëse pëlqen ik në këtë dhe sillë dhe familjen tënde këtu. Dikur jetoja dhe unë. Po tani që erdhi një fëmijë tjetër me emrin Lutra, unë do të bëj të mos përsëritet asnjë tragjedi. Ndaj unë ka qeshur, Lutra do të mbrojë të gjithave dhe ky fshat do të preket nga asnjë fatkeqësi. Vajza shiu lotët dhe ndjeku një dorë që drejtoi të shkon e saj. Prindrit duhet ishin duke i kërkuar. Si kur që ai një sheshor, thonë që në qeshor të rrotë. Lutura u rikthye në fshat duke sjellë sigurinë për të cilën ajo sakrifikoi. Legjenda thonë që çdo një që thehet dhe bën me kontakt me fëmijë. Faleminderit zonja Moza Kastra, vërtet një Faleminderit Moza. e bukur. Faleminderit, shumë e bukur. E dëgjova me vëmendje. Ju përshëndesim. Përshëndesin vërtet dhe kjo shkrimtare për fëmijë sjell shkrime brillante. Pra, fëmijët kanë ku drejtohen. Faleminderit. Shumë e vërtet. Zonja Almari. Po. Unë desha të shtonja për këtë ditë që ne sot jemi dhe në emision. Sot fëmijët janë në qendër të vëmendjes nga prindrit, mësuesit, edukatorët dhe nga organizatorët të shoqatave, nga personalitete dhe institucione përkatëse që ndërmarrin përgjegjësi dhe përkushtime ndaj mirëqenies të jetës të fëmijëve. Sot me një qeshor të gjithë fëmijët e botës dhe fëmijët shqiptar janë me duart e bashkuara, zemrat e tyre janë afër.
Miqësia, një tesar I çmuar e bën botën më të bukur dhe më të lumtur. Sot edhe natyra feston, dielli shkëlqen, era përshpërit, koha ecën me fëmijët. Lulet lulëzojnë, zogjt të këndojnë, zërat e fëmijëve kërkojnë të jenë të lumtur. Kërkojnë dhe të drejtat e tyre, sepse nëpërmjet aktiviteteve të larmishme të bukura, ata në një farë mënyrë protestojnë. 1 qershori, kjo ditë që festojnë fëmijët, njihet edhe për sensibilizimin për t'i thënë jo dhunës, bullizmit dhe abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Por në këtë ditë të gëzueshme, tërhet historia e abuzimit ndaj fëmijëve të papajshëm. Pra, sa shumë fëmijë në këtë ditë janë dhe në situata shumë të vështira, në vendet ku bizotëron lufta, varfëria. Këta fëmijë fatkeq kanë një botë të zbrazët që kërkojnë ndihmë dhe një shpresë për të qenë pjesë e kësaj dite që I takon, por mbi supe ju rëndon historia e hidhur. Dhe kjo është për të ardhur keq dhe shpresoj që çdo gjë të rregullohet ose organizata bamirëse dhe institucione përkatëse të kontribojnë dhe t'i nxjerrin nga këto kushte dhe situata të vështira këta fëmijë. Por ne kemi në Shqipëri edhe fëmijë që janë në jetimore dhe plus kemi dhe fëmijë që janë në edukimin e tyre nga institucione dhe shpresoj që shteti, organizata, psikolog apo njerëz të përcaktuar në këtë detyrë të japin ndihmën e tyre për të qenë gjithmonë fëmijët e lumtur, të gjithë janë të bukur, të gjithë janë të mirë, të mrekullueshëm, janë filizat që rriten për një të ardhme, një gjenerat e re, që do të kontribojnë në drejtim të kombit ton, ashtu sikur e përmendi bukur edhe poeti zoti Gëzim Ajgera, që është kënaqësi që jemi me të, që një ditë kur rriten ata diplomohen, bëhen lidera dhe japin më të mirën e tyre. Unë sot në fakt, si të mbarohet emisioni, kam edhe unë programet e mia për të festuar 1 qershorin dynipat e mi. Unë nga Shqipëria kam sjell kostume kombëtare për të dynipat, Ilirin dhe Albanin, edhe do t'i veshim dhe do t'i nxjerrim me atë qeleshen e bukur në kokë, me ato kostumet e bukura, në një park botanik ku atje ndoshta mundet të gjejmë edhe shqiptar me fëmijët e tyre. Dhe kjo ishte për mua që Faleminderit Sonja Almarie. Zoti Gzim? Po. Po, sigurisht nëse ju do të keni të shtoni diçka rreth kësaj dite, apo të na thoni diçka të bukur. Po, unë po sjell. Unë nuk Sjell ta poezi. Pra, po bukur, sepse unë s'doja ta prishja planin edhe e të programit. Edhe nuk desha të përsëris. Përse sharri pankis. Faleminderit shumë. Faleminderit që më ktheni në sharr atje. Po digjet dielli, po digjet. Po digjet dielli, po digjet shkrum. Dhe toka në fulterën e saj përvlën. Një saq mbi kokë djegë shkrum, e vera diku në një hije, për pak freski nafton. Po digjet dielli unë ndez plak. Sa që unë mbi kokë na e ka vënë, vetëm deti se ka frikën as pak, e unë si një guas kërkon hije në rrë. Po digjet dielli me shkrum dhe mbi vajin e palmës mbi lëkur, dogji shgjeti dhe bë as melpen e mjekur, as uj akull zbërpu. Po digjet dielli, po digjet. Dhe vera mbi shpinën e gushtit përvelon, si peshkun fultere në vaj ku shkrihet, edhe dielli në lëkurën tonë.
Faleminderit zënë e Brenda, faleminderit që sollëm këtë poezi nga libri im. Gjyshim, pa një dhe. Gjyshim, ka parti. Ka adhe Kosovë Shqipëri, për çdo ditë, për të këndon, në kup qiellit kënga i shkon. Gjoks të ti dy zemra ka, që si ndalen asnjëherë, dashuri i rrjedhin pandal, a i ka vetëm një dhe. Për çdo ditë i shkruan vargje, cep me të këndon, virshat e ti dritës së ardhmes dhe frymëzime në adhuron. Gjyshim, s'ka parti. Një Kosovë bashkë me Shqipëri. Për të një, ato janë nga Molle Kuqe dhe në Qamëri. Faleminderit, shumë faleminderit për këto vargjet. Shumë bukur poeti advetar. Faleminderit shumë, nëse më lejohet, pra dhe unë dhe të përshëndesja, megjithëse ne këtu kemi një libër. Unë marrë me vete pak libra, kam dëshirë që librat e mi të jenë gjithmonë dhe t'i lexojnë fëmijët atje pra në tokat shqiptare, por sjell nga një herë dhe edhe me vete sa për emisionet tona dhe ndonjë miku që pra në për adreset. Nga libri im, libri është Porta e Botës, dua që pikërisht sot t'i përshëndes gjithë fëmijët në ditën e tyre të veçantë. Libri është Porta e Botës. Dikush nuk e tha të kotën, librat janë portë për botën. Dikush tha, kush lexon, është i verbër larg shikon. Dikush tha, libri është një kopsht ku njeriu shpirtin josh. Dikush për librin anije e jetës që lundrojmë detin e të vërtetës. Libri për trurin është trajnim, ju bën koreve gjimnastik. Libri për trurin është ushqim që ja shuan çdo herë urin. Trurin libri e mjekon pa të prekur të shëron. Dikush tha që vlera ke, sa lexon nuk më the. Një dietar e shpalojmë kur një libër e lexojmë. Si një trup që shpirt nuk ka, është shtëpia ku libra s'ka. Libri është ekspedit në jetë ku e mëson një të vërtet. Libri të hap një dritar të ndritur ku e takon një njeri të ditur. Të takosh një njeri që s'lexon shumë, në jetë ke njohur një njeri të takosh një njeri që lexon shumë, në jetë ke njohur një njeri të pasur. Kërkoj ndjes për vargjet, sepse mosha neve edhe me syt pak në nxjerr të lashe, sigurisht. Nuk lexohen vetëm fjalët libra, por edhe njerëzit mes fjalëve. Kur lexohen libra, harron plagët e botës. Portat e botës hapen brenda librave. Një dhomë pa libra si një shtëpi pa drejtare. Kush e ka librin shok, kur nuk është i vetmuar. Mësuesi tha, janë të vërteta të gjitha këto që na i ka sjell Vjersha. Faleminderit. Faleminderit ju. Unë po sjell dy poezi nga profesoresha Shpresa Fundo Gjergji. Zonja Shpresa, faleminderit që gjithmonë je në emisionin ton, por dhe me krimet tua po ashtu. E përshëndes edhe unë. Përshëndesim mikën tonë të përhershme, akademikën. I qeshor teste çmut, vjen si ditë e bekuar, të lëmbacen ngjyra, është të lisur ndrim natyra. Ndrin se diellin ka në gji, për voglushet është të fest, një qeshori o fëmi, të lumbacet papin ret. Por si zosh që cicerojnë, voglushet sot festojnë, ku do zërat ku më rritë, retuajnë, zërojnë. Si qenë gjatë legërin, zërat fëminor këtë jetë, në shpirt kanë të lirësin, janë ëmbëlsira vetë. Faleminderit për këto vargje kaq të ëmbla. Vajza dhe dielli. Herët në mëngjes u zgjova plot kurreshje. Me mendje zemër e pyeta në heshtje. O dielli art që ndrin aty pranë. Nga e merr energjinë që ngroj gjithë njerëzin? Mos e merr nga era apo nga pranvera, nga deti me dall,
apo prej yjeve që ndrin atje lart, dua ta di këtë energji, mos e mbart në gji, për tokën e begat, për jetën në mjalt. Mos e merr nga hëna, ball buron nga zemra, nga buron e zjarrt o dielli rrezeart. Kjo energji është dashuri, për buzëqeshjen tënde, sjell dritën e çdo ëndre. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë bukur. Energji. Shumë bukur, e falenderoj. Falenderojmë këta poetë shkrimtarë që vërtet na zbukurojnë me vargjet dhe fjalët e tyre emisionet tona her pas here. Kroi i qytetit tim. Kemi një poezi që do e sjell, Eklipsi i diellit. Mësuesja në shkollë, syze i ka dhuruar eklipsin e diellit imi për ta shikuar. E la çantën në dhomë, doli në obor, drejt qiellit përpjet, filloi të shikoj. U ershtua dielli, hëna i doli përballë, imi nga obori e thirrri mamën. Pastaj në fletore filloi të shënoi për të thyrë shtëpie mësuesës të tregoj. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit zënë Prenda. Klasës son nga Tetova. 3 kemi në klasën tonë. Ka ikur nga lufta që bëhej në Tetovë. Klasa mirë priti sa shumë e ndihmon. Qenxonës i mirë dhe sa shumë mëson. Tani ka dhe shok, ta i ka simpati. Sa kesh që u vinte për fatin e tij. Nga lufta të shpëtoje erdhi në Kosovë, sa të përfundoje kthehet në Tetovë. Mësuesi ynë atë shumë e nderon. Pesa në librez çdo ditë e shënon. Duhet të kujtoj këtu, më falni zënë Prenda një minutë të paktën. Gjatë luftës në Maqedoni, pra shumë fëmijë kanë ikur andej sharrit dhe kanë ardhur edhe në Malsi, në zonat e Vrinit dhe të Prizrenit atje. Dhe të gjithë ata që kanë ardhur, pastaj i kemi strehuar të gjithë në vendinet tonë, sepse kishte mjaft shtëpi të mërgjimtarëve të mbyllura dhe ato pastaj i hapëm ne që ata të strehohen dhe të kalojnë atë pjesën e vështirë që të luftës që bëjnë në Maqedoni për të kaluar ata këtej dhe në atë kohë dhe i kemi rehabilituar edhe në shkollën tonë, pra sigurisht si të gjithë të tjerë dhe janë integruar. Pra është ajo poezi që kujton pikërisht atë kohë. Pra. Faleminderit shumë. Unë kam edhe një poezi tjetër që do e sjell nga një tjetër libër për fëmijë dhe të rinj, pra më të rritur se sa fëmijët po e themi, në kuvendin e artit, që ndodhi me besën, një fjalë së mbajt rrodhi e ra, dikush se ruajti, çka tjetri i tha, dhe pse për fjalën një fjalë u dha, kot ish betimi për atë çka u tha. Ka rënë sa keq u shkelbi fjalë, se çfarë ndodhi betimit të dhënë, një thik pas shpinë e besës i ra, fjala vajtoi natën me hënë. Një thënie vjetër e plisbardit në shtratin e vdekjes para se të vdes, për dritën tënde dhe ti të realit ruaju të pabesit, se nuk një besë. Qie zezna e shqitoj fjallën, ku mbeti ajo, që virus i ra, në mos malkimi në rishi gjakun dhe besë dhe fjalla besë, sa keq u dra. Kush s'flet për besas, për fjallë, viktim dhe mode në ramendimi, se shkelim bese ha me fjallë, i kohlikën, arboj, malkime. Faleminderit zënë Prenda edhe njerë. To vargje për të rritur dhe pasi ta vërtet nuk është fush me lule, është gjithmonë një qeshor, dhe këto lloj vargjesh duhet lexuar. Por unë sot ju falenderoj me shpirt për këtë program që u realizua mjaft këndshëm, keni sjell gjëra shumë të bukura për fëmijët dhe besoj që secili fëmijë që dëgjon këtë podcast do jetoj me të, do jetoj brenda tij. Po zoti Gzim? Faleminderit, unë edhe një herë do i jepja fjalën zonjës Almari Krasniqi, nëse ajo ka diçka për të thënë, përpara se ndoshta ju të fillimin e komenteve.
emrave që na kanë ndjekur, apo Zonja Almardi? Po, edhe unë do të bashkangjitem juve për një poezi po, për faleminderit fëmijët. shumë. Akrepat e orës. Akrepat e orës vërtiten ngadalë. Njëri më i shkurtër, tjetri më i gjatë. Ai më i gjati shokut ja kalon. Herë i del përpara, herë pas i qëndron. Nga vendi që zënë këta dy akrep, ne e marrim vesh orën sa do t'jetë. O fëmijë, ku ju që me gas londroni, akrepat e orës dini t'i lexoni. Shumë e bukur, shumë faleminderit zonja Alma. Faleminderit. Po, edhe nëna ime, më falni. Nëna ime e dashur, sa shumë që të dua, ti gjithmonë ke pasur shumë durim me mua. Pranë më qëndron, kur jam e smur, natën më përgjon, mos kam temperaturë. Ti për mua je thesar i çmuar, i paçmuar, e gjithë bota je diell i pashuar. Pra kjo është një dashuri që fëmia ja kthen në nënës. Faleminderit. Po, do me thënë. Po. Keni diçka që duhet shtuar një emisione që mos ta lënë gjysmë apo? Ne besoj sa mjaft, pra është një emision më shumë sensibilizues, pra edhe për prindërit, edhe për fëmijët, dhe sigurisht se ne jemi përpjekur që t'japim edhe ne si podcast dhe si Radio Sibila të Veriut kontributin ton për këtë ditë të fëmijëve, dhe sigurisht se është një sensibilizim i cili zgjon edhe të tjerët për të kujtuar dhe për të filluar edhe për të nderuar edhe ata këtë ditë të fëmijëve, si çdo ditë tjetër që kemi mësuesit, por të kenë edhe ata këtë ditë dhe edhe prindërit pra ti nderojnë ata, të sjellin kujtime, të bëjnë ndonjë fotografi pikërisht në këtë ditë dhe të jenë në kujtimet e tyre të mëvorshme, pra që ditën ata të kenë se çfarë të kujtojnë dhe edhe ata pastaj të jenë ajo pjesa trashëgimtare e edukatës që kanë marrë gjatë lirisë. Unë kaq kisha zonja Brenda, nëse edhe ju nuk do të keni gjë, atëherë do të fillojmë me t'i lexojmë komentet apo. Fjali doja të thoja, që ky podcast vërtet të thuhet sa më shumë për fëmijëve edhe për tyre. Nuk është puna vetëm që fëmijëve të kuptojnë dëshirat me veshja, duke për tavolinat të plot, çantat kur shkojnë në shkollë me ushqime, por pas këtyre që janë të pasdoshme. Dhe me edukim këtyre të flasin sa më shumë me fëmijët. Të fëmijët shkojnë në shkollë dhe do mësojnë nga telefonat apo televizori dhe kaq. Morë në pajmënd për ta që në rëmjëve, minimalisht të lidhin aty të vatrët, e biseda se për mu e ishtë test, dhe ponin se për mes të tyre bisedave të vitesh edhe ashtu ka ndohë. Dërsa sot po ndodhe kundërta. Fëmijët po flasin fare, po flasin pak. Prindër të dashur urojmë gëzuar, urojmë përfituar, por me më shumë edukimin e tyre. Atëherë po fillojmë të lexojmë, të përshëndesim, falenderojmë të gjithë miqtanë që her pas here komentojnë, pëlqejnë, marrin pjesë si dëgjues, por më shumë do kishim dashur ndoshta dhe këshillat e tyre ndonjëherë se për ne do ishin të vlefshme. Natasha Ilia, bukur urime Angelici, Panga Manesi, suksese urime, Landi Baso, faleminderit, Alma Gjela Ishkoza, urime sukseset në teshme, ju përshëndes me shumë respekt e dashamirësi, bravo. Urimet më të mira për ju, Leze Mira,
Suksese, urime, gëzuar një qëshorin të gjithë fëmijëve anë e mban botës, gëzime, lumturi, paqe në jetën e tyre, ju super. Ore, se t'ja shkoza, suksese për ju, sibilat e veriut, urime për emisionin, urim Mezini, urime, suksese gjithmonë, Mjal Bashteku, respekte, Sadet Metaj, urime, suksese, Daud Buqi, urime, Maxhul Osmanaj, urime, suksese, sibilat e veriut, Adem Berisha, respekt. Po lexojmë edhe emrat e cilët kanë pëlqyer në këtë postim. Gjon Kruja në Mëcale, Ilia Kurti, Prek Shkoza, Gëzimaj Geraj, Sabajet Elezi, Maxhul Osmanaj, Shpresa Zurnaci, Daud Pytyqi, Ndur Filipaj, Sadet Metaj, Mjalba Jani Duri, Fazli Morina, Urim Mezini, Mehmet Mehmeti, Dardan Berisha, Almari Krasniqi Gjoqaj, Lesh Gjoka, Boris Edja Shkoza, Gazmir Lisha, Martin Janku, Lezemira, Lulzim Hajdari, Gjikël Doda, Alma Gjela Shkoza, Bejkolla Miftari, Zara Bukaj, Armenita Qyshja, Ndue Gjeqi, Violeta Muqa Anastasi, Sajt Hajrije Cara, Ymrije Veqiri, Lamdëvaso, Gjërbush Gjokaj, Piro Milona Minella, Bianca Dushaj, Theut Bajraktari Cakaj, Angjelici Pango Manesi dhe Natasha Ilia. Të nderuar miq, përshëndetësisht falenderuese. Qoftë falenderuese unë dhe gjithë stafi për pëlqimet, për komentet dhe gjithçka tjetër që ju jeni gjithmonë me ne për cilin më të mirën për ne shpirti i pasur. Gjithashtu, po lexoj edhe uroj që mos na ngelin ndonjë koment pa lexuar. Isuf Ponik, përshëndetje nga vendlindja Prizren. Ju përshëndesim edhe ne. Përshëndesim edhe ne Nipqe. Faleminderit që na ndjek. Mimoza Hoxha Gasra, urime suksese emisionit tuaj, të jesh pranë fëmijëve, të jesh pranë Zotit. Kush i nderon dhe i kujton është i bekuar. Bekuar qofsh mike, faleminderit edhe për krijimin e bukur që na solle sot. Ishte brillant. Fatmushte Dërguri, shëndetje, urime një suksese. Përshëndetësisht të falenderoj mike. Ajredin Shala, suksese për punën që bëni prof. Të përshëndesim edhe... Përshëndetje edhe për ju, prof. Mimoza Hoxha Gasra. Përshëndetje bukur nga Zvicra për ju. Shorin gjithë fëmijëve anë e paqen e përhershme. Paqe lumturi edhe për ty e dashur. Tehu faleminderit pojte, Alma Gjela Shkoza. Përshëndetje Alma për ju. E për ju drejtues të Radio Sibilat e Veriut, urime suksese për emisionin punën tuaj të palodhur, respekt të fëmijëve të ndodhen në përbot. Uroj ta gëzojnë festën e dytë të qeshtorit me plot se paqe për atë tyre duar e duke ndruar urit. Faleminderit Alma që vërtet gjithmonë jemi me dhe na kënaq me. Faleminderit për ju. Ita të përshëndes dhe që përshëndjen, vërtet në ndjek të mërë. Jemi shumë i ndërpërar, në mosh shumë dhe që kohë të uroj në shëndet e mbarësi për ju të tjera. Të një qështorit të tida të tida. Fatmira Limon, po ashtë një po jetë, edhe kjo ndodhet të përste. Urime sukses ju për e faleminderit pasë një përshëndetje të gjatë, jemi falenderues gjithë të bukur, Adrian e përshëndet e tjera. Na vjen keq lexoj dot emrat që kanë pëlqyer emisionin, por përshëndetje të me të përzemër të aurët dhe të të mira, e falenderuese e gjithë stafit. Edhe unë personalisht në Salmajt Itala, me qënë se emisioni ti erdhi fundi dhe unë dua të përshëndesë të gjithë dëgjuesit e Radio Sibilat e Veriut për të urime për fëmijët e tyre, ti kejnë sa më të lumtur në një jetë të bukur. Përshëndes të gjithë fëmijët kudo që janë shqiptarë dhe gjithë fëmijët e botës, që jeta e tyre të bëhet gjithmonë më e bukur. Një mesazh nga ana ime shkon për të gjithë prindërit që të kenë kujdes tek edukimi i fëmijëve, sidomos ne që jemi edhe në vendet të huaja.
Pra duhet një përkushtim, edukim ashtu sikur e përmendi edhe zonja Brenda Sejdia, që edukimi është një mundësi e madhe që fëmijët të kenë një të ardhme të bukur, të kenë kujdes fëmijët nëpërmjet telefonave, çfarë shikojnë, me çfarë njerëz shoqërojnë, që ata të mos arrijnë të gabojnë, të bullizojnë apo të bëjnë edhe gabime të tjera. Kjo ishte për mua një mesazh që na detyrohet ne si prindër dhe miru dëgjofshim në emisione të tjera. I falenderoj. Ju falenderoj zonja Almari Krasniqi Gjoqaj, zonja Brenda Sejdia, falenderojmë edhe Besin dhe dëgjues të nderuar, me këtë përshëndetje të bukur në ditën botërore të fëmijëve, neve përfundojmë edhe emisionin e sotëm duke ju dëshiruar në ditë të bukur ta kaloni sa më mirë me fëmijët tuaj në familjet tuaj. Urime e gëzuar. Ditën